Eliona debaton me Bian dhe Dolçen pas një bisede të tensionuar në obor, ku ajo shfaqet e habitur dhe e lënduar nga ato që ka dëgjuar. Ajo u qëndron përballë të dyjave me një ton të ngrohtë, por të mbushur me zhgënjim, duke u thënë se asnjëherë nuk e kishte imagjinuar që pikërisht ato do flisnin pas shpine për të. Unë nuk i prita ato fjalë prej jush, thot Eliona, duke u kthyer herë nga Bia e herë nga Dolçe, sidomos nga ju të dyja që mendova se më kuptonit dhe se ishit afër meje. Bia mundohet ta ndërpres, por Eliona vazhdon, duke mos dashur t'i lërë gjërat pezull. Ajo shpjegon se mënyra si ato kanë folur për të është dukur si një sulm i padrejtë. Sikur të kishin krijuar një ide të keqe për të pa ia thënë asnjëherë në sy. Eliona thekson se ajo gjithmonë ka qenë e hapur me ndjenjat e saj, por tani ndjehet si e tradhtuar. Ju e pas keni diskutuar gjithçka mas shpine, shton ajo me një ton të thyer. Në vend që të vini e të më thoni çfarë ju ka shqetësuar, ju keni zgjedhur të flisni me njëra tjetrën, duke më bërë mua të dukem si njeriu i keq. Dolçe mundohet të arsyetohet dhe t'i thotë se nuk ka pasur qëllim të keq, por Eliona e ndalon duke i thënë se fjalët e thëna kanë lënë gjurmë dhe se nuk është kaq e thjeshtë t'i harrojë. Atmosfera tensionohet edhe më shumë ndërsa Bia ngres zërin paksa dhe përpiqet të shpjegojë versionin e saj. Por Eliona i pret shkurt duke i bërë të qartë se ajo thjesht kërkon sinqeritet dhe jo biseda të fshehta. Në fund, Eliona largohet pak e nervozuar, por edhe e trishtuar, duke i lënë Bian dhe Dolçen të habitura dhe të menduara mbi atë që ndodhi.